إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فالمدريمة الأفضريمة I takojnë vetëm Allahut Azza wa Jall, salavatat dhe salamat I dërgojmë Muhammedit alayhi salatu wa salam, paqja dhe mëshira e Zotit xhallahu ala qoftë mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij sinqer besnik dhe mbi të gjithë ata që pasojnë deri ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, të nderuar agjërues, jemi në hutbën e tretë me radhë të këtij muaji të bekuar të Ramazanit dhe jemi duke folur për portat e mirësisë gjatë këtij muaji të bekuar të Ramazanit. Atë shumë ka portat mirësisë, atë shumë ka punë të mira për t'i vepruar në Ramazan, saqë nuk kemi mundësi ndoshta edhe t'i numërojmë me numra, por kemi përzgjedhur që gjatë hutbeve të këtij muaji të bekuar të Ramazanit t'i shpalosim disa nga portat e mirësisë, të cilat ka mundësi me I vepru agjëruesi në këtë muaj të shumë fishimit të punëve të mira, në këtë muaj të begatshëm të Ramazanit. Porta radhës që ka mundësi me bu agjëruesi është porta e dhënjes së iftareve. Normalisht dhënja e iftarit nuk llogaritet në atë kuptimin e fjalës sikurse që shemi duke e buna. Kjo është iftar luks dhe komoditet I madh. Në iftar përfshihet dhënja e një pakete hurme normale 250 gram, dërgimi I një gajbe ujë 0.5 litër, blerja e disa bukve në furrë, edhe eventualisht ndonjë supë. Dhe kjo është iftari modest, me të cilën iftar ka bo alayhi salatu wassalam iftar, nga se zakonisht e ka qel iftarin me hurma. Nëse s'ka pas hurma, ka shku direkt me ujë sallallahu alaihi wasallam. Andaj porta e parë në këtë hutbë e radhës që ka mundësi me e vepru agjëruesi gjatë muajit të bekuar të Ramazanit është dhënja e iftarit. Dhënja e iftarëve ka shpërblim të madh te Allahu Azza wa Jalla dhe këtë e dëshmojnë edhe ajetet kuranore. Indirekt, po edhe dëshmon direkt fjala e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Transmeton Zeid ibn Khalid el-Juhani, hadithin të cilin e ka shënuar Imam Ahmedi në musnedin e tij, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: ai I cili I jep iftar një agjëruesit, e ka shpërblimin e agjëruesit pa ju paksu agjëruesit shpërblimi I tij. Andaj nuk është esenca shka po qet në tavolin, nuk është esenca shka po servon në iftar. Esenca do thot është që me të bu dhe me mbledh sa ma shumë agjërues për shkak sevapit edhe për shkak shpërblimit madh të Allahu Azza wa Jall. Ana ka rastis neve si hoxhallar ka një herë me pa ankesat e xhamati, me thonë që gjithë ditën kum punu, a për pasul kathira, gjithë ditën kum punu, a për janim kathira, edhe kështu me radhë. Na nuk kemi vak më marr me kësi llafa o xhamat. Me rëndësi të ka qunë derën dhe ftesën, e ke pas obligim ose më thon po vi, ose e ke pas me I thonë nuk po vim. Me rëndësi është me kënaq Zotin edhe me fitu razin dhe shpërblimin e Allahut Azza wa Jall. Gjithashtu, prej mundësive që ka mundësi robi me bu është me dhonë rrugën e Zotit në Ramazan sa ma shumë, do thotë sadaka. Po flas për ata të cilët kanë mundësi me dhonë. Sadakaja në Islam ka shumë kuptime, përfshin shumë gjëra. Nuk është sadakaja vetëm në monedha. Sadaka është me I ndihmu dikujt. Sadaka është me I boshesh dikujt. Sadaka është me udhëzu dikend, do thot në rrugë. Sadaka është edhe lëmosha që zakonisht kur përmendet emri sadaka është për qëllim çështja e monedhës. Ka thënë Allahu Azza wa Jalla në hadithin kutsi: "Jip o biri Ademit, nëse dëshiron me dhon Allahu Azza wa Jalla." Paramendoni edhe jashtë Ramazanit, nuk bëni vaki. Muçu insani pi xhumit, thot alayhi salatu wasalam, e që mos me zbrit dy melejket e Allahut Azza wa Jall. Njëra thot: o Allah, bekoja pasurin, shtoja pasurin
ati të cilit jep në rrugën tonde, ndërsa tjetri thot, o Allah, shteroja dhe mos jep bekim pasurisë së filanit që të reguat do shtrënguar, edhe ku do reguat koprac. Andaj muslimani jep rrugën e Zotit, çka ti jepet mundësia. Bile ka thonë alayhi salatu wassalam, ittaqun nara walau bi shaqqi tamr, të qënojnë nga zjarri i xhenemit, ruani nga zjarri, qoftë edhe me gjysmë hurme. Sa të kujdesshëm kanë qenë sahabët, prej tyre Aisha radiallahu anha, vajza e njerit më të sinqert, Ebu Bekër as-Siddiqut, gruaja e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Sa herë që ka ardhur një shërptor me lyp diçka, i ka thonën, dikush kur ka lyp i ka thonë shërptorës, jepja ato çka pe kërkon, edhe mos i kërkon me bua dua dhe lutje, Allahu akbar. Dikush ta jep një paqet hurma, çore po më haron dua ku për tyje. Ti jep një 5 euro, me ble do buk më shumë shpe, 5 euro të komo thonë ai po më haron dua sonda një thar ku për ty. S'kan qenë kështu të parë tonë. Nuk i kanë kalkulu punë këtë mënyrë. Pse e kanë bërë këto? Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaan wala shukura. Ne jemi të bëjë këtë punë për Allah. Na tha faleminderit, na dha mirënjohje, pak punë për neve. Njëjtë ne jemi, s'na prishe qefi. Na vazhdojnë të mirën. Pse jemi të bëjë filan për Allah këtë punë? La nuridu minkum jazaan wala shukura. Nuk dojmë për juve as falënderim e as mirënjohje. E Aisha, grua e edukume, shpinë e pejgamberit. Vajza e edukume, shpinë e njerit më të sinqert. Për të cilin tha pejgamberi sallam, si ja kum pa hajrin asnjë pasuni e jetën time për Islam, që ja kum pa hajrin pasunisë e Abu Bekrit as-Siddiq radiallahu anhu. Aisha i tha shëptorës, mos ma lëndo asnjë nevojtar. Jo me kthim brapa, mos më thon kur zho. Jo me rëndu me fjalë. Mos zgabos mi thon bën dua për mua. Nëse thot Allah i shpërbleft, thuj edhe juve. Kaq është. Ku që jepsh dikun të mirën, bën si ka hije. Thot alayhi salatu wassalam në hadithin e vërtet, inna Allaha yuhibbu min al-'abdi idha 'amila 'amalan ay yatqanahu. Allahu do pi robit vet kur ta bëjë një punë, ta bëjë si ka hije. Ta përsosë si ka hije. Sa Allahu është i përsosur, e dëshiron prej neve që t'i bëjmë punë në këtë formë, edhe në këtë mënyrë. Nga se nëse kështu veprojmë, e kënaqshmi Zotin e Madh, edhe kur të takojmë Allahun azza wa xal, mbetemi me shpresë që Allahu më qenë i guzuar me neve, edhe Allahu më na përshëndet me selam, edhe na mi thon Allahumma anta salamu wa minka salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Çito që ja thomi mas çdo farzi, mas çdo selami në dunjë, Allah i na mundsof mi ja kthy këtë selam Zotit. Që kjo selami që na nëse hym xhenet e u boshmi prej xhenetlive, i thojmë Allahut kur Allahu thot assalamu alaykum ya ahlal janna. Paqja dhe mëshira jeme qof mbi ju, o ju banor të xhenetit. Çka thojnë ata? Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. O Allah, ti je paqja, prej teje gjithmonë ka ardhur hajri. Kallzon min Allahile, ai i cili s'ka dhon selam dunja, ai i cili se ka thon këtë dunja selamin, çish ka mundësi mi ja kthyn xhenet Allahut edhe mi thon Allahumma anta salam. S'ka mundësi. Çish ka mundësi ai miron sejdë Allahut kur s'ka pas mundësi, apo s'ka bos sejdë në dunja. Kanë me dash njerëzit me ron sejdë, pasha Zotin e Madh. E ka kallzu Allahu në Kur'an. Mirë po Allah thot s'ka sot sejdë. S'keni bua sejdë sa keni qenë në dunja, wa hum salimun. Kanë qenë mirë me shnet, koma si ka dhim, shpina si ka dhim. Megjithatë kanë refuzuar mi ra sejdë Allahut azza wa xal. Për elementeve që duhet mi pas parasysh të ndëruar xhamat, është edhe përpara ka qenë, unë e i kumdi muhabetet e pleqve, shti nuk buat ki muhabet hiq. Cilë është ajo? Me ndimu gratë e veja. Mu interesu, mi asigurur mirëqenjen sociale. Ku është aja shoqëri muslimane? Ku është aja shoqëri ideale? Ku janë ata musliman? Sa gruja kamet e ve. Sa gruja kamet e pamartume me thmi dhe pa thmi. Se va po shko xhamat, pasha Allahin në kumdi pleqt, se kanë dek Allah i mëshirof shumë për tyve, që për para zekatin, kur kanë shku me qu, majs pare e kanë këshyr akat i veja. Tane e kanë qu jetime dhe fukarave. Pse? Me rujt integritetin edhe moralin e motrave tona. Mos me pru punën e me shku me punu. Mos me pru punën e da me dal për shpijës. Ku me ditë sa më kuën e devotshme. Shoqëria jonë është e tillë, më njerë etiketa, më njerë fjalë, më njerë ngacmime. Me rujt vlerën e motrës muslimane. Para mendoni, ka thonë pejgamberi sallam, ai i cili i jep sadakan një divejës, një grua e dame, një motre e dame, është njësoj sikur me shku në xhihad rrugën e Allahut azza wa xal.
Kur s'ke po ka mundësi ki me dek si me shku në luft. S'ke me mbrojt vatanin, as fejen, të shpia i konën. Allahu ta shkun këtë sevap. Andaj sadakatul fitrin, zekatin, na jena mësu mi qu vetëm në institucione fetare, është e vërtet, pa duhet mi shyja këtë kategorit njerëzve. Me mbrojt motrat tona, se ka mundësi krejt qezin që ka blet e burri par, e kalona që melltan me qez, babën e ka shkollun për toke, kush mi ndimu kësaj motre? Presion ka ana burrit par, presion për familjes, kuj pa të syt nanës, kuj pa të syt babës, pse u dajte, na u bone barë, ku nata s'peda, la ilaha illallah, ka me shku ajo. Kejt na kena më kumë përgjes, pitë pari dhe të fundit. Nësa ja rrok sapa, rrok punë me të liga për shkak dinarit, baba pa majs pari, pasaj tje për kolla. Për dasye pejgamberi kanë nxit për sadaka mi ndihmu edhe kësaj kategorie me tregu që Islami është fe sociale. Islami e ruan interesin shoqëror, jo vetjak. Andaj vjen puna, e dini rast, mos hezito, unë e di që kanë erë kum shku, kum pas rasta, unë personalisht si hoxh, a ka hoxh mos më nënçmo, unë s'pranoj fare, la ilaha illallah. Unë s'kam Muhammed nënçmo. Me të respektu si ka të ndarë, me të respektu si familje, me të rujt interesin, me qëtë pare ka mundësi zhvillosh, ose ka mundësi e kërkon burin tjetër. Andaj feja Allahu ta zëvëgjel është shushtu të nërruar gjemat. Ai cili ma në mend, këtos me thot e ka hoxh, pe thot pejgamberi a.s. Ai që s'flet me epsh, as nga mendja, tha ai cili kujdeset për një gru të ve, ai e ka sevapin e ati që shkon në luft, rrugën e Allahut ta zëvëgjel, e ati që falet të natën në file, edhe ati që agjëron gjithë ditën agjërim në file, Allahu akbar. Verës 40 gradë, 18 sahat agjërim, dur në gjepa, në kafe si zotni, me u i thartë, të zoti shku se keni nu. Qysh ma kom ninu, s'kom ninu? Po! Se ja ki qu se zekatin një të vejës, ja ki bledu të tesha një të vejës, ja siguru ushqimin. Andaj kujdesni për të kategori, për shkak se është udhëzim edhe është predikim fetar që e ka kërku Allahu azza wa jall. Gjithashtu prej punëve të mira që ka mundsi njeriu më i dhon është aja që po na mungon neve shumë. Unë e ceka analizat poshtë, thu kalim ti, sadakaja afshet. Sahabët radiallahu anhum ajma'in, vetëm kur u dasht me dhon zekatin, kanë shku te shteti islam. Çka ka thonë Zoti? In tubdu sadaqati fa ni'ma hi, wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khayrun lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Tha Allahu azza wajal, nëse jepni zakat, sadaka kanë erë publikisht, edhe kjo është e mirë. Do të më aqel sy dy puna. E keni haver që 10 vjet pi kafe me tos, dini kafe me ta pagu. Kanë herë apo s'di me dhon zakat, por më aqel syt, do të më rafullu kanë erë. Më thon që ai 50 euro i dha zakat. E ati më aqel syt. Mirë po shumicën e rasteve tha Zoti, me dhon mundësish fshehurazi. Pse o Zot? Wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum. Sa Allahu ja mbulon këtë metat. Wa yaghfir lakum dhunubakum. Allahu ja fal gjinat. A ka dikush këtu që s'ka të meta? Unë e plot kom. A ka dikush që s'ka gjinoja këtu? Plot kemi. Asha Zotin Amal kena nevojë Allahu azza wajal me na fal gjinat. E kena hidhru Zotin edhe në Ramazan. Se s'kemi his kemi dal me filanin. Ne ka kalu filani për udhë agjërushëm, se kemi dhon selam. Është hidhru Allahu. Qysh me largu e hoqë që dinimin e Zotit, përveç se mi folë atine, ka thonë pejgamberi selam, sadaqatu sirr tudfi'u ghadabur rahman. Allahu akbar. Lëmosha sadakaja, e cila jipet fshehurazi, e shuan, e largon hidhrimin e Allahut, se për cilësive të Allahut është sa i hidhrohet xhelalu ala. Hidhrohet me robën e vet, si ka mundsi, taravih me fal, agjërushëm me qenë. Këtë punë të mira e mi bua mos mi fol Allahu vet. Ç'ka ka mundsi kjo? Hidhrohet Zoti me neve. Ç'ka mundsi agjërushëm edhe me ofendu. Ç'ka mundsi agjërushëm edhe me bëu gibet. Allahu zoksi agjërus. S'ka nevojë na me lon pijen, hajën. Ai ka nevojë na me ndiku agjërimi jetën tonë përditshme. Ai lyp këtë agjërim xhelalu ala. E na s'pumoj me bë. Shoqënia jemi mësu vëlla me fol për ato, so punë me përmirësu vetën, a ka vogje tjetri, atëherë të mundojmë, bëjmë punë shtesë. Sadaka me dhon fshehurazi edhe punë tjera që me largu hidhrimin e Zotit, se mos vetë për neve, nëse Allahu është i hidhur me neve. O Zoti i madhëshëm, na e dim që kemi të meta shumë. O Allah, sabah akşam jemi të apru punën, me të hidhru tyje, o Zoti i madh, na fal, se kemi gjunohe, e kemi tepru, mirë po, jemi të bindur, se jemi muajin e faljes, jemi të bindur, se falja jote, edhe mëshira jote është më e madhe se gjunohet tona. O Zoti i madhëshëm, mos e le çdo gjuna tonin pa fal, mos e le çdo të sëmuarin ton pa shëru,
çdo njeri që ka borxh, pa ja mundsuar me shly borxhin, edhe është det të vdekur tonin që ka dalë nga kjo botë me iman, me kaplu në rahmetin dhe në mëshirën tonë. آمين آمين. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم فيما قلت وما سمعتم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.